Mirëmëngjes të gjithëve. Ju falenderoj shumë. Ja sistemoni pak me do karriget. Gjatë këtyre ditëve ne paralelisht me shumë gjëra tjera që i ka kjo kohë, bëjmë edhe takime për temat e ndryshme të qeverisjes dhe për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme siç janë pensionet, ram dakord që ta bëjmë këtu në Gjirokastër me pensionistët e Gjirokastrës për të dhënë një pasqyrë të ku jemi dhe çfarë duam të bëjmë. Prandaj kam ardhur këtu me zëvendësministren e ekonomisë, e cila mbulon drejt për drejt edhe temën e pensioneve, dhe me drejtorin legjendar të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, që është mbase eksperti më i mirë informuar i fushës si rezultat i punës në një detyrë ku i ka parë të tëra nga të katër anët. Dhe ju jam shumë falenderus edhe një herë tjetër. Zëvendësministri do bëj një paraqitje të përgjithshme, pastaj do flasi drejtori, pastaj juve jeni të lirë të merrni fjalën nëse dëshironi, edhe pastaj do them dhe unë disa fjalë. Faleminderit Kryeministër, mirëmëngjes gjithëve. Është faleminderit dhe që keni ardhur në këtë takim. Është vërtet shumë kënaqësi që ta kalojmë këtë paradite bashkë. Moralisht më duket sikur po shkëmbej dy fjalë me gjyshrit e mi në kafen e mëngjesit, që fatmirësisht i kam ende gjallë, dhe jemi në fakt brizat tërë që jemi shumë me fat dhe jemi koshient për këtë që jemi rritur nga dashuria e gjyshërve dhe jo vetëm që i ndihmojmë në këtë moshë kaq delikate, po dhe ata na ndihmojnë që të rrisim ne fëmijët tanë, kështu që edhe një herë shumë faleminderit dhe shumë kënaqësi që jemi këtu. Mbase shumë prej jush do mendoni që ky është një tjetër takim elektoral, po në fakt siç e tha kryeministri, kjo s'mund të ishte më larg vërtetës. Ne vetëm gjatë vitit kaluar kemi bërë rreth 10 takime me pensionistë të ndryshëm nga e gjithë Shqipëria, dhe jo vetëm me pensionistë, por edhe punëdhënës, punëmarrës, me gjitha ato grupe të cilat e prekin një skemë kaq të rëndësishme siç është skema e pensioneve, dhe këto e kemi bërë në kuadër të reformës që po ndërmarrim për të rishikuar skemën e pensioneve, për të informuar gjithë pensionistët në lidhje me si llogaritet pensioni, pse një pension konsiderohet pak më i ulët dhe një pension tjetër konsiderohet më i lartë. Pra cilat janë ata faktorët kryesorë që ndikojnë masën e pensionit. Jemi gjithë koshient që kjo është një ndër temat më sensitive, jo vetëm sepse kemi një numër shumë të lartë pensionistësh, por edhe për faktin se siç e thash, jemi të prekur gjithë nga skema e pensioneve. Gjithë kemi në shtëpi një prind, një gjysh apo një gjyshe, një xhaxha apo një të afërm tjetër, që gjithmonë në fund bisedës të shef në sy dhe të bën atë pyetjen, po mirë, sa do rriten pensionet? Kështu që prandaj dhe i bëjmë këto takime për të shpjeguar fillimisht se si funksionon. Si është skema e pensioneve, çka ka në thelb skema e pensioneve, si funksionon ajo. Është për ta shpjeguar me fjalë thjeshta. Skema e pensioneve ka dy zëra kryesorë. Nga njëra anë të ardhurat, si gjenerohen të ardhurat, dhe nga ana tjetër shpenzime, gjithë pensionet që juve merrni në një ditë caktuar të muajit. Burimi kryesor i pensioneve janë të ardhurat që ne derdhim nëpërmjet punës tonë, nëpërmjet kontributeve të sigurimeve shoqërore, që për hir të vërtetës është një ndër normat më të ulta në vendet e rajonit. Për të rritur këto të ardhura, normalisht mund zgjedhim që të rrisim pikërisht këtë pjesë, pra këtë taks që vilet nga kontributet e sigurimeve shoqërore, por sigurisht që këtë nuk do ta bëjmë. Mënyra tjetër është për të rritur bazën e kontribuesve, pra numrin e atyre të cilët janë aktualisht pjesë e forcës punës, pjesë
tregut punës dhe cilët kontribuojnë kundrejt skemës. Dhe pikërisht në vitin 2014, kur u bë reforma e fundit, deri në vitin 2024 janë bashkuar skemës sigurimeve shoqërore mbi 200.000 kontribues të rinj. Që do të thotë, para vitit 2014 në fakt kishte shumë individ të cilët punonin, merrnin pagën, por nuk derdhin kontributet e sigurimeve shoqërore, e cila ishte kthyer në një plag që mund të mos ndihej gjatë viteve të punës, por normalisht pas kaq shumë vitesh, kur vjen mosha e daljes në pension dhe fillon llogaritja e pensionit, ne merrnim shumë ankesa nga pensionistë cilët thoshin, po unë kam patur një pagë të lartë, por ndërkohë kjo nuk ishte reflektuar në masën e pensionit. Që do të thotë se kontributet e sigurimeve shoqërore në fakt nuk ishin paguar rregullisht. Në pjesën më të madhe ishte punuar në zezë pa u deklaruar fare dhe në një pjesë tjetër kishte një nëndeklarim të pagës, pra kontributet nuk ishin paguar mbi bazën e pagës reale, por ishin paguar mbi një pagë minimale. Siç e thash, në këtë 10 vjeçar u bë një punë e jashtëzakonshme për të rritur fillimisht ndërgjegjësimin, pra që gjithë ta kuptonin që ai pensioni që do të merrnin moshën e mbushjes së pensionit, sigurisht burimin e kishte gjatë gjithë ciklit të jetës, kur ata kishin punuar dhe kishin derdhur rregullisht kontribute. Siç e thash, pra numri i viteve të pensionit është shumë, numri i viteve të kontributeve është shumë i rëndësishëm, por edhe masa mbi cilën derdhen këto kontribute. Sigurisht që një pensionist i cili ka punuar me pagë minimale apo i ka paguar kontributet e sigurimeve shoqërore mbi një pagë minimale, nuk do të marrë një pension ashtu sikurse do ta merrte një kolegu i tij që për të njëjtin profesion mund të mos kishte deklaruar të ardhurat reale, por i ka paguar me një pagë më të ulët. Dhe në fakt që ta bëjmë këtë në formë bashkëbisedimi dhe mos flasim vetëm ne, pasi shumë gjëra i kemi sqaruar, jo vetëm takime që kemi bërë me pensionistët, por edhe në studio televizive, jemi përpjekur që të ndërgjegjësojmë, siç thash, gjithë publikun se si funksionon skema e pensioneve. Sot kemi ftuar disa pensionistë, qoftë dhe për ta ilustruar se si realisht ka ndikuar pikërisht këto që thash në masën e pensionit. Fillimisht do doja t'ja jepja fjalën një zotërie, pasi një nga problematika që ne kemi identifikuar ka qenë edhe vitet e pjesshme të pensionit. Pra, nëse një pensionist nuk ka plotësuar vitet e plota të pensionit, patjetër që masa e pensionit do të jetë më e ulët se një pensionist i cili ka paguar vitet plota, dhe këtu kemi zotin Angelo, i cili është një zotëri i nderuar që ka 25 vite kontribute në skemën shqiptare, ka emigruar në Greqi, fatkeqësisht nuk ka arritur dot që të mbushi ose të plotësojë më saktë vitet e plota të pensionit, dhe do e ftoja që të fliste pak se sa e ka ai pensionin me këto vite të pjesshme, dhe më pas do ja kaloj fjalën disa pensionistëve të tjerë të cilët kanë plotësuar vitet e plota, ndryshimi midis atyre që kanë dalë para reformës të vitit 2014 dhe pas reformës të vitit 2014. E di që zotin Angelo e kemi tulur aty diku, kështu që mund të çohet në këmbë dhe t'i japi mikrofonin për t'i dhënë fjalën. Faleminderit. Okej, ja ku e shoh dhe zotin Angelo. Okej, fjala për ju. Mirëserdhje zoti kryeministër. Faleminderit shumë që jeni sot këtu dhe interesojni për pensionistët. Unë jam Angelo Andoni. Kam punuar 25 vjet në arsim dhe më ka dalë pensioni 101.000 lekë të vjetra. Kam dalë pension në vitin 2012. Kam shkuar në Greqi 32 vjet dhe kam punuar në Greqi, punëtor kuptohet. Atje kam punuar 15 vjet me Elsima dhe kam marrë pension 400 euro. E vërteta është që ka bërë ankesa edhe në sigurimet shoqërore, edhe lartë në kryeministri. Dhe përgjigja më ka ardhur gjithmonë negative. Në qoftë se mundësohet nga ana e qeverisë, nga ana ekonomike, sepse siç tha edhe shoqja zëvendës ministre, këto pensione varen nga kontributet që
japin punëtorët në punësit e tjera. Këto. Faleminderit. Aktualisht sa i keni mas në pensionit me gjithë indeksime që janë bërë, sepse ju keni dalë para reformës, ky është problemi. Pensionet me ato ndihma tjetër që jepen tani është 175.000 lekë të vjetra. Okej, faleminderit shumë. Pra këtu evidentojnë dy problematika. E para vitet e pjesshme të pensionit dhe dyta që zotëria ka dalë pension para reformës të vitit 2014 që kishte përcaktuar edhe tavane administrative për pensionin maksimal, që në atë kohë ishte 24.500, 25.000 ndjes, 24.500 lek, ose më saktë 250.000 lek të vjetra, dhe këtu kemi zonjën Zana, që është një mësuese e fizikës, e cila ka dalë gjithashtu në pension para reformës. Zonja Zana në fakt ka dalë në pension me vite të plota dhe megjithatë për shkak të tavaneve administrative që përcaktoheshin në skemën e vjetër, pavarësisht profesionit apo viteve të kontributeve kundrejt skemës, pensioni maksimal ishte përcaktuar që nuk ishte më shumë më i lartë se 245.000 lekë. Do doja të ftoja pak zonjën Zana, t'ja kaloj mikrofonin që të flas pak edhe ajo sa e ka patur pensionin para reformës dhe sa i ka shkuar me indeksimet pas reformës. Përshëndetje të gjithëve. Falenderoj kryeministrin që ka ardhur na dëgjoj, edhe pse i di këto hallet tona, po se i dëgjon përsëri, mirë na bën të gjithëve. Shumë faleminderit. Unë jam Suzana Demo, ose thjesht mësuese Zana, si që më njohin nxënësit, prindrit, gjyshrit këtu, në këtë auditor. Ja, kam filluar punën në vitin 1977, pasi mbarova Universitetin e Tiranës të shkencat e natyrës, dhe kam vazhduar deri në vitin 2011, fiks 58 vjet e 6 muaj dhe asnjë ditë më tepër. Pensioni për kontributin e plot të gjitha viteve më kapi 24.500. Gjatë kohës pas reformës e tjera me radhë, pensioni im tani ka arritur në 35.000 lekë. Unë mendoj që nuk është rastësi që pensioni të dilte në atë vlerë në kohën time, si dhe të gjithve që dollën në atë kohë, sepse kysh pas vitit 1990, kur u bë një piramide vendosjes së profesioneve dhe pagave, pozicioni mësuesit ishte në bazën e piramidës, në fund fare. Dhe kjo ka një filozofi që respekti për profesionin dhe për mësuesin si figurë nuk e kishte njeri në mendje. Dhe kjo erdhi gradualisht me denigrimin e figurës së mësuesit, që kur filluan ato gjërat që thoshin, i vjen turp të thotë që është mësues. Mua më vjen zor që e them këtë, po e kemi vuajtur në kuris, sepse kemi kaluar. Unë kam qenë te gjimnazia Asim Zeneli, kam qenë maturante atje, dhe të gjitha vitet e punës i kisha në shkollën Asim Zeneli. Kam qenë krenare që kam qenë mësuese, dhe shumë e lumtur për nxënësit e mi, të cilët më kanë dëgjuar gjithçka në orën e mësimit dhe jam bërë kuadro të mrekullueshme në shërbim të këtij vendi. Nisur nga kjo që thash, me atë pagë që pagueshim, do e mos ai pension do të dilte. Puna ishte shumë dinjitoze, por pensioni nuk të shoqëronte me dinjitetin që kërkonim. Me reformat që janë bërë, ka një rritje pensioni, të gjithë e dim, por jo për të përmbushur gjithçka që kërkon mosha jonë, unë tani jam 72 vjeç, që të bëjmë dhe një jetë dinjitoze e të mos na mëshiroj njeri. Kjo është e gjitha. Nga ana tjetër mua më vjen shumë mirë që zoti kryeministër me atë projektin madhor që ka në mendje, ka rritur pagën e mësuesit, e bën mësuesin dinjitoz.
më vjen shumë mirë dhe jam krenare që mësuesit marrin një pagë dinjitoze që askush mos ta bëj pis figurën e mësuesit. Shpresoj që këto që themi këtu, qeveria do t'i marrë në konsiderat sepse reformën e ka nisur dhe do t'i kthej syç nga pensionistët mësues dhe pensionistët të gjithë. Por që kjo gjë të harriet ashtu siç duhet të vazhdojë projekti i qeverisë dhe udhëheqja e Edi Ramës me Partinë Socialiste. Ne jemi nga Gjirokastra dhe kemi jetuar gjithçka që ka kaluar pas 90-s. I jemi lutur atij Alabakut që vinte aty te dritarja dhe s'na linte të bënim mësim. Kështu ishin gjërat. Por shkolla, atë kazëm që mori shkolla në përgjithësi dhe gjithë institucionet në saliun e parë, të dytë, e të tretë, e të katërt, e mos qofti 5, sidomos gjimnazia Asim Zeneli, ishte shkatrim. Se të shkatrosh shkollën, nuk shkatrohet godina, shkatrohet filozofia për shkollën. Dhe shkolla me zip po e merr veten. Mua më dhëmb, sepse kam qenë maturant ati gjimnazi dhe kam patur mësues lisa të mëdhenj. Dhe kolegët e mi të parë ishin ish mësuesit e mi. Zonja Zana, shumë faleminderit. Do ishte shumë kënaqësi po ta vazhdonin bashkëbisedime. Faleminderit që më dëgjuat. Flasin edhe kolegët. Juve përmendët 3 elementë shumë të rëndësishëm që para se t'ja jap fjalën zonjës tjetër që ka dalë në pension pas reformës, dua t'i përmend shumë faleminderit. Shumë shkurt, paga dinjitoze. Sigurisht që jemi gjithë konshient që pagat janë rritur në sektorin publik, jo vetëm për mësuesit, por për mjekët, për ushtarakët, pra është bërë një rritje me bazë gjërë dhe aktualisht është mbi 900 euro paga mesatare në sektorin publik. Rritja e pagave nuk bëhet thjesht dhe vetëm për të rritur standardet e jetesës apo për të ofruar një jetë më dinjitoze qytetarëve, por kjo pagë e rritur në moshën e daljes në pension, pra kontributet më të larta që paguhen tani mbi një pagë më të lartë, patjetër që do të reflektohen dhe në masën e pensionit. Pra automatikisht ka 2 efekte pozitive. Të ardhurat më të larta gjatë gjithë ciklit jetës, pra gjatë kohës kur qytetarët punojnë, por të ardhurat më të larta edhe në moshën e pensionit. Përmendët gjithashtu edhe gjithë reformat që janë bërë, patjetër që nuk është asnjëherë mjaftueshëm për të ndihmuar pensionistët, për të ndihmuar juve, nuk do jetë asnjëherë mjaftueshëm, kjo është e sigurt çfarëdo që të bëjë qeveria. Megjithatë, ajo që po bëjmë ne tani për të adresuar problematikën në terma afatshkurtër, pasi pa dashur ta kthejmë skemën e pensioneve në një skemë asistenciale, ne duam patjetër që në thelb të ruajmë parimin kryesor, që është parimi kontributiv, pra një pensionist të marrin moshën e pensionit atë që ka kontribuar, sepse kjo është edhe më e drejtë, nuk mund të marrin 2 pensionistë njëjtin pension, ndërkohë që dikush ka kontribuar vetëm me 20 vite dhe dikush ka bërë 40 vite punë dhe ka kontribuar me 2 fishin. Por ajo që po bën qeveria për të ndihmuar gjithë ata pensionistë të cilët kanë pensionet ulta për arsye të ndryshme, është pikërisht politika e bonuseve, pra për t'ju dhënë atyre një mundësi që të bëjë një jetë më dinjitoze. Tani duhet t'ja jap fjalën zonjës tjetër për të bërë pak edhe krahasimin midis pensioneve para dhe pas reformës, pra ku ka qenë ndryshimi i madh, është zonja Afe, është gjithashtu një ish mësuese, e shoh që është e ulur diku aty. T'ja japim mikrofonin që t'na shpjegoj pak edhe ajo se sa i ka dalë pensioni pas reformës dhe sa i ka shkuar me gjithë indeksimet që janë bërë më vonë. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë se erdhe zoti kryeministër. Të falenderojmë shumë që në mundësove këtë takim me ne sot, pensionistët. Jemi shumë të kënaqur që edhe ne vlerësohemi për të marrë mendimin ton ju për reformën që keni nisur, për të ndihmuar pensionistët në fushën e pensioneve.
që të mos e zja shumë se shoqja ime edhe u vi nga fusha e arsimit, edhe shoqja Zana i përmendi ato problematikat e arsimit, më së miri, unë kam dalë në pension pas reformës, do më thënë ka zë një pension të 290.000 lek, të vjetra po flasim, dhe pas reformës, deri tani arri aty tek 380.000 lek afërsisht. Tani do të thotë ndonjë nga ju mjaftojnë. Ky pension, sigurisht që nuk është as shumë i lartë, as shumë i ullët. Do më thënë, e mira nuk ka fund, sepse për problematika që ka një pensionist, kuptoj që edhe nevoja për të ardhura financiare është më e madhe. Megjithatë, do të theksoj që shikoj nga qeveria që vërtet ka një impenjim për pensionistët për të rritur edhe më mirë pensionet. Për çështjet e tjera desha vetëm diçka në shtesë të asaj që bëri mësuese Zana. Unë jam pak më e re nga Zana, edhe vërtet kam punuar në arsim në të dy sistemet, edhe vlerësoj atë që tha mësuese Zana, po vërtet arsimtarëve sot jo nga qeveria më shumë, po edhe nga faktor të tjerë mbi arsimin, sidomos mbi mësuesin, më vjen keq ta them, po hidhet më shumë bark kur del ndonjë problematikë të aktuar për nxënësit, me nxënësit, gjithmonë fajin e kanë mësuesi. Edhe këto media tonë, mësuesi ashtu, mësuesi kështu. U di them një gjë, se kam punuar 40 vjet në arsim, 42 vjet. Mësuesi kur futet në klasë, futet me një synim. E para njerëz procesi mësimor edukativ. Tani sot ne dim të tërë, jemi pensionist, i kemi kaluar në gjitha stadiet, domethënë në njohjes së personalitetit të fëmijëve, mirë, por në këto kohët e sotme kanë ndryshuar çdo gjë. Atëherë faleminderit shumë që më datë këtë mundësi. Për të folur. Shumë faleminderit. Dua të bëj një përmbledhje të këtyre tre rasteve, sepse jo pa qëllim ishin përzgjedhur nga Olta për të shpjeguar diçka që është themelore në pasqyrën e përgjithshme. Ne sot kemi dy bloqe të mëdha pensionistësh. Kemi pensionistët që kanë dalë përpara reformës tonë në 2014 dhe pensionistët që kanë dalë mbrapa reformës tonë. Dhe si që e patë këtu, kishim rastin e parë me pension të paplot për shkak të një numri vitesh në sigurime të ndërprer nga emigracioni, ku zotria pas një periudhe të caktuar që ka kontribuar këtu për pensionin e tij, ka shkuar në Greqi dhe praktikisht i ka ndërprer kontributet këtu dhe me indeksimet që janë bërë sot ai merr pension 170 euro. Kishim rastin e zyshës Zanës, që ka sigurime kontribute të plota, por ka dalë përpara reformës. Dhe qa ndodhte përpara reformës? Se kjo është katastrofa që është në bazën e gjithë kësaj historie, edhe që e kanë bërë ata të cilët sot ju qajnë hallin pensionistëve, e kupton apo jo, se kjo është kulmi. Përpara reformës ndodhen dy gjëra të rënda. E para, ju e dini më mirë nga të gjithë, u shkatrua gjithë baza prodhuese e vendit, u nxorën të tërë në rrugë, edhe 40 vjeç u quajtën pensionist. Dhe u caktua një tavan 240.000 lekë të vjetra, që ti të idheshe përpjet nuk e kaloje do të tavanin, pavarësisht se sa sigurime shoqërore kishe. Pra, faktikisht pensioni
u kthye në asistencë, nuk ishte pension, ishte asistencë. Dhe ç'a ndodhi? Si dikush që s'kishte kontribute, si Zyshzana, tavani ishte aq. Dhe Zysha ka dalë me tavanin 24.000 lek. Sot, me indeksime dhe bëra vit pas viti, ka i pension 350 euro. Ndërkohë që Zysha tjetër që ka dalë mbas reformës, dhe ç'a bëm ne hoqëm tavanin. Dhe ne vendosëm në themelin e skemës pensioneve bazën kontributive. Pra, ti merr një pension në raport me kontributet e tua në sigurinë shoqërore dhe prandaj Zysha tjetër në raport me kontributet e veta, megjithëse kanë të njëjtat vite si të dyja, ka i pension më të madh, e ka 380 euro. Këto ishin dy politikat e ndryshme për pensionet mes nesh dhe atyre që sot vinë ju qajnë hallin pensionistëve. E kupton apo jo? Se ky është kulmi. Ky është kulmi. Tritan, si e kaj. Vjen këtu, vjen vërdall. Zvjen fare, nuk e di. Nuk ka rëndësi tani, po është kulmi. Tani, çfarë nuk është dhe cili është problemi që zotëria i parë ka dhe që pavarësisht ankesave ne nuk i adresojmë dot. Është eksaktësisht ky që duke qenë në Greqi nuk ka kontribuar dot për pensionin e tij. Dhe ka shumë njerëz cilët mbasi kthehen nga Greqia thonë, ore, po ç'a bëhet shumë, ne kemi punuar gjithë jetën e del një pension, po në fakt s'kan këtu kontributet. Një tjetër problem i madh janë pensionet e fshatit. Histori tjetër më e rëndë akoma. Tani, çfarë kemi bërë ne? Spari, ne kemi bërë një hap që për te indeksimeve që janë ligjore, janë detyruese, nuk diskutohen fare dhe bëhen në mënyrë të vazhdueshme siç e ka ligji, madje ne kemi bërë dhe 2 herë në vit në 2 raste. Duke pas parasysh rritjen e çmimeve, kemi bërë 2 herë. Për te indeksimeve ne kemi vendosur që duke qenë se tani jemi në një fazë rritje të qëndrueshme të ekonomisë dhe duke qenë se kemi të ardhura që të i kalojnë parashikimet, atëherë bazuar në këtë, kemi vendosur që ta ndajmë për pensionistët një bonus i cili është bonusi i fundvitit dhe bonusi i pranverës dhe të dy bashk nga dhjetori në shkurt të këtij viti, ne faktikisht kemi ndarë 165 milion euro, vetëm për pensionistë. Nuk janë pak për shtetin shqiptar. Dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë punë gjithmonë bazuar në rritjen ekonomike. Por ndërkohë kemi përcaktuar dhe 2 piketa të tjera, sepse në fund të ditës, pavarësisht se nga hyrpamja logjike, ne po bëjmë gjën e duhur për të pasur një skem që tjetë e qëndrueshme, dhe ndërkohë që po them që edhe rritja e kontributeve ka ardhur vazhdimisht në mënyrë të qëndrueshme, kemi shtuar rreth 300.000 kontributor të tjerë, pra sot nuk luhet me sigurinë shoqërore siç luhej dikur që as nuk i kërkon të njeri, që të arrijmë që të kemi një pension minimal 200 euro, pra pavarësisht se ke punuar, s'ke punuar, ke bërë ç'ke bërë, pensioni minimal të jetë 200 euro, dhe të arrijmë që për të siguruarit të kemi një pension mesatar 400 euro. Këto janë dy objektivat.
Tani, kush ju thot juve, kush ju thot të tjera, ka dy arsye që i thot. Kush thot të tjera, më besoni, ka dy arsye që, sepse i kemi rënë kësaj pune nga të katër anët. Kemi marrë ekspertizë nga të katër anët. More nga institucionet, që nga Banka Botërore, e tjerë, more nga ekspert pavarur ndërkombëtar, more këshilltarin që unë kam për ekonominë që ka qenë për 10 vjet drejtuesi i grupit ekonomik të Angela Merkelit, e kemi vënë edhe atë të na jap opinionin e tij. Profesor Ricardo Hausmannin që drejton qendrën për zhvillim ndërkombëtar në Harvard, po ju them që kjo që ne kemi përcaktuar si objektiv, ky objektiv është ambicios, nuk është i lehtë, por ne do bëjmë çmos që ta arrijmë. Të tjerat, këto që ju thonë, janë të gjitha rruga drejt Humnerës. Ose sepse nuk e kam problem rrugën drejt Humnerës, dhe ju e dini shumë mirë, kush nuk e ka problem rrugën drejt Humnerës, e keni shumë të qartë, e njihni mirë, edhe prandaj e keni vënë kufirin atje larg. S'ka këtu, e ka kufirin shumë larg. Ja jeni vënë kufirin me kohë, se ju jeni dhe Gjirokastrit edhe lapsin e njihni më mirë se atjerët. Bini lapsit edhe nuk ka shans që maja lapsit të thyet nga qefi, është llogaria, ose pastaj nuk din çfarë flasin. Nuk din çfarë flasin, e thonë hajde, ta haj kush ta haj, ta besoj kush ta besoj, që ne do t'i bëjmë pensionet kështu, do t'i bëjmë pensionet ashtu, e pastaj të marrim të kapim në një vot të shkojmë në parlament. Dy janë. Dhe duke qenë se u prek çështja e mësuesve, dua të them këtë. Ajo që tha Zuzana është mos e vërtet. Dhe nuk është problemi thjesht i pagës. Problemi i mësuesve ishte problemi i autoritetit, i rënë për tokë. Mësuesit ishin katandisur në pengje. Pengjet politikës, pengjet, siç përmendi Zysha, halabakëve që vinin rrotull shkollës, pengjet të vetë nxënësve që ishin çoroditur komplet dhe s'kishin asnjë siguri për punën e tyre. Sot i jepnin te Asim Zeneli, nesër gdhieshin, i kishin flakur diku tjetër se do vinte një mësues që s'kishte as arsim për katës. Llogaritë kur ne kemi filluar këtë punë, kishte afro 5.000 mësues pa arsimin për katës. Pra mësues që kishin mbaruar biologji dhe jepnin fizik. Se kishin një krushk, kishin një parti, kishin një kudiun se qarë, pagonin lek e kudiun. 5.000 në sistem. Dhe pagën mesatare, aso kohë, në sistemin publik, ne kishim 370 euro. Sot e kemi 1.000 euro pagën mesatare. Dhe të mësuesit, paga mesatare ka vajtur 9.500 euro dhe plani ynë është që në Shqipëri 2030 të jetë 1.200 euro. Të gjitha këto, se e keni dëgjuar kur thonë këta s'kan program, se kjo është kulmi. Ndërkohë që ne kemi, jo program, po ne kemi program e plan qeverisës në çdo sektor, se jemi duke negociuar me Bashkimin Evropian. Si negocion Bashkimi Evropian me një vend që s'ka program? Dhe planet tona në çdo sektor janë të detajuar edhe për çështjen e pensioneve. Ne japim llogari atje. Si, qysh, tek, çfarë plani keni, ku do shkoni, si do shkoni, nuk mund të shkojmë të themi atyre ne shiko se do ta çojmë sipas qefit të punë.
se thonë dakord, po s'keni punë këtu, shkoni rini vetë atje dhe hidhuni vetë në umner, jo me ne. Se futemi në një familje ku llogarit janë si Gjirokastra. Çdo qindar llogaritet. Dhe sepse është një familje që ndërkohë ka një ark të ardhurash që ndan për të tjerët. Dhe duke qenë se ne hym tek vendet, tek antarët, përfitues të asaj familjes, aty janë kontribuesit, që janë vendet e mëdha, që japin kontribut në ark për familjen e përbashkët më shumë, se sa që marrin, janë dhe përfituesit si ne, që hym aty dhe marrim. Dhe aty do jetë momenti kur ne do mund të bëjmë një politikë më agresive në favor të pensionistëve, sepse do kemi një buxhet ekstra. Llogariteni që sot po të kthejmë kokën pas, që ne kemi marrë goxha mbështetje për tyre, se ju e dini shumë mirë, Shqipëria kur ne kemi marrë detyrën ishte një vend që e shikonin me përçmim, me bezdi, kur domethënë na takonin për bezdi, e kupton, nuk ishim në fare në listë, ishim në fund fare. As kandidat nuk ishim, jo më negociata. Sot jemi atje te pragu i derës, na shikojnë me respekt, na vlerësojnë, na besojnë. Dhe kemi marrë për i tyre 1 miliard e kusur euro mbështetje për gjërat ndryshme. 1 miliard e kusur euro mbështetje në gjithë të vite. Momenti kur ne hymë në atë familje, 1 miliard e kusur euro mbështetje i marrim çdo vit. Dhe llogariteni se çfarë do të thotë kjo për ne. Dhe nëse ne marrim 1 miliard e kusur euro mbështetje, ku 300 milion janë vetëm për bujqësinë, ku të tjera janë për infrastrukturën e tjerë, atëherë çfarë kemi nga të ardhurat tona që ne i çojmë në këto drejtime, mund t'i kollandrisin ndryshe, edhe një pjesë të tyre e ndajmë për pensionistët, duke bërë që pensionin minimal ta kemi shumë më të arsyeshëm. Po kjo punë bëhet që të kemi më shumë për gjyshrit, por të mos ju hapim gropën një për mbesave, siç ndodhi në 97-ën, se ajo është rruga, aty të qonë. Po pse në 2013-ën, kur ne kemi marrë detyrën, ishte borxhi 700 e kusur milion euro, kishin ndaluar të tëra punët në Shqipëri, kompanit kishin ndaluar punën, kërkoni lekët, rrugë, të tërë, ato nuk ishin rrugë, ato ishin tendera pa projekte. Bënte rruga, po themi 1 milion euro, po marrë një shifër kot, e fillonin me 10.000 euro. Hajde, vazhdoni ju, se ja u kemi lekët. Derisa erdhi momenti që lekë s'kishte, kompanit ngecën, borxhi u akumulua, po 1.2 miliard borxh vetëm të dritave, të OSHE-s. 1.2 miliard borxh. Po borxh për 40 milion euro borxh për personat invalid, tetraplegjik, paraplegjik, grop komplet. 2013 ai ndryshim ka shpëtuar Shqipërinë nga kolapsi i dytë. Do kishim rënë prapë në grop. Më keq. Do kishte rënë komplet shteti nga e para. Dhe sot jemi komplet në një nivel tjetër. Sot jemi një hap nga Bashkimi Evropian. Një hap. Se e kam nisur mëngjesi me Mirelën, duke i thënë, mbrëm, shikoja në YouTube, se ka pajtuar një televizion ato që bënte sondazhet e Donald Trumpit, edhe isha kurioz shikoja, se ai është një nga sondazhistët e famshëm të Amerikës, edhe ai në fakt doli që kishte të drejtë kur thoshte do fitoj Trump, edhe isha kurioz shikoja çfarë thoshte për çka ka anketuar për Shqipërinë. Se s'po marrin vesh këtu ç'a bëhet tu.
me këta. Se kanë vajt kanë paguar lekët e dynjas për atë Latifin, e keni parasysh. Marr Latifin. Edhe magjistarin, e keni gjë që thonë magjistari? Latifi kishte kandidatat në Amerikë, këtu kë ka kandidat? Nejse. Edhe qatë shikosh atje? A i kishte bërë anketimin, ne bëjmë anketime çdo muaj dhe ne e dim shumë mirë se çfarë mendon populli i tjerë dhe a i thoshte ato që edhe ne paka shumë ashtu e kemi. Gjysma, 50% e popullit shqiptar mendon që vendi po ecën në drejtimin e duhur. Këta aty në Kanet aty. Po mirë, si ka mundësi? Jepnin të tëra shpjegime dhe mundshme përveç një shpjegimi që more mos vallë këtu e kemi gabim ne dhe ca gjëra vërtet janë bërë. Jo mo, kjo tregon që populli shqiptar është i smur, tha njëri. Kuptoni jo be? Domethënë, populli është i smur, pse nuk mendon si këta? Një tuf. Edhe pastaj më hidhen mua pse thotë Edi Rama gjysma e burrave janë çyryk. Po çfarë të them? Unë e them si metaforë, kuptohet, nuk është një raport klinik. Se për mua kush shkon në Kënet është gjysmak. Do më të zgjedhësh midis BE-s dhe Kënetës. Kënetën do nuk je mirë. Politikisht je autik, nuk je mirë. Populli është i smur. Tjetri thoshte, atëherë kjo është atë mëshme. Se si mundet që gjysma e popullit të thotë që këtu gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur, kjo tregon që këtu ka një frikë shumë të madhe. Do me thënë, Edi Rama i ka trembur këta, të jem palcë. Do me thënë, njerëzit janë të trembur, edhe kur i pyet dikush i thotë, si mendon ti, po shkon në vendin drejtimin e duhur të gabuar, thonë po shkon në drejtimin e duhur nga frika. Një tjetër thoshte, i ka bler Edi Rama. Kupton apo? I ka bler. Se janë kaq në administratë, por në administratë ne e dim shumë mirë. Administrata voton njësoj si populli, ka pjesën që voton njërën palë, ka pjesën që voton palën tjetër. Po mësuesit sot, e di sa mirë më ka ardhur kur kam parë në 7 mars një grup mësuesesh te Këneta që jepnin opinione, kritikonin qeverinë, mësuese. Por ja të shkojnë të shohin, i ka vajt njëri të thotë pse isha atje, i ka luajtur njëri nga vendi, nuk bën vaki. Nuk bën vaki. Kurse një çyryk fare, pastaj fare, tha Edi Rama i thot, shkojnë në Google, shikoni fotot e mia nudo se i josh me trup. E kuptoni jo të shqeqajnë të ape. Do me thënë, mund të gjejnë çdo arsye në bot që nuk bën sens, përveç një arsye thjesht more, po si ju erdhi kjo Shqipëri të dera e Bashkimit Evropian, dhe si vjet të dera e Bashkimit Evropian, që janë ata? Se mirë këtu, unë i pas kam bler, i pas kam trëmbur, këtu që nga populli i smur, të tërë të çmendur, vetëm këta janë në rregull, që në fakt është e kundërta. Dakor. Këtu që nga bërë ata autokraci. Atëherë thoshte njëri, kjo tregon që jemi në një autokraci si në Rusi. Po të ishte autokraci si në Rusi, ata që ishin atje në studio do ishin burg. Dil thuaj në Rusi në televizor që populli është i smur. E shef ku shkon. Që autokraci? Ato janë, po unë shqyqyr, e din Mirela, e din, që në 2009, mbas fushatës 2009, kam hequr stacionet televizive në shtëpia. Nuk i kam unë fare. Unë shof sport, shof filma, shof këta, Kënetën në darkë, kur? Ja vete futem në herë në YouTube, këtu futa dje, isha atje të ajo, më hoqen
dëshirën për të fjetur gjumë, kupton apo? Edhe ato 3 orë që flet. Çmenduri. Një hata e madhe. Po mirë, më, si u çmend gjithë bota këtu? U çmend Bashkimi Evropian, u çmend Banka Evropiane e Investimeve, u smurën gjithë këta që mbështesin Shqipërinë, u smurë Komisioni Evropian, që thonë na kanë vënë të parët në klasifikim në rajon për menaxhimin e financave publike, për prokurimet publike, u smurën të tërë. Vetëm këta janë në rregull. Këta që duan bufin e Kërnetës janë në rregull. Këta që duan ta kthejnë Shqipërinë në hon janë në rregull. Nga trut. Vetëm këta. Populli është i smurë. Dhe prandaj unë them mirë se këtu s'kemi ç'a bëjmë ne. Vetëm këtu s'ndërrymë dot se mediat janë të lira, thonë ç'a duan në tërë harkun mediatik, ju e dini mirë, domethënë shko nga një ekran te tjetri vetëm nga këta ke, dhe nuk kemi ç'a i bëjmë, janë pushtet në vetë ata, pikërisht se këtu ka demokraci, s'ka autokraci, dhe mirë populli kush harxhon kohën me ta që i shef. Por ama, një gjë është e sigurt, në fund fare, nuk lëvizin ata do të një mendje, nuk e lëvizin nga këtej. Ata që janë çyryk, ata janë punë e tyre, kënaqen duke parë këta kënaqen duke i folur atyre, po janë minorancë. Pikërisht se shqiptarëve nuk i jep dot njëri mend për politik, janë populli më i politizuar në botë, të japin ujin mbi shlugës, i dinë më mirë gjërat se sa çdo njëri nga këta që janë atje nëpër ekrane, edhe prandaj edhe unë nuk e kam shumë merakun, më vjen shumë keq që i shikoni, që i dëgjoni, po juve edhe i filtroni, me sa duket keni krijuar dhe imunitet, sepse një mënyrë për të krijuar imunitetin është ta marrësh mikrobin, edhe kështu që në rregull. Për të kthyer tani te tema jonë, kemi edhe një tjetër gjë për të folur, sepse kemi vërtet pensionet, po kemi edhe situata të veçanta brenda kësaj fushe që do donim t'i preknim. Faleminderit kryeministër. Në fakt teksa përballë kam ministren ton turizmit zonjën Kumbaro, cilën dua ta falenderoj për gjithë punën që ka bërë për zhvillimin e turizmit në Shqipëri. Dua të ndaj një anekdotë personale. Unë këtë fundjavë kalova si turiste, nuk po e them për propagandë, kalova si turiste këtu në Gjirokastër. Dhe nuk kishte kënaqëri më të madhe se sa të eci rrugëve, veçanërisht si një studente që kam studiuar në vende të ndryshme të Evropës, në Amerikë, ëndra më e madhe për një student kur shkon jashtë, paktën vitet kur kam studiuar unë në atë Shqipërinë që nuk ishte aq e bukur sa që është sot, ishte kur do bëhet ndonjëherë Shqipëria që të ketë kaq shumë turistë, dhe vërtet gjatë kësaj fundjavë ndjeva një kënaqëri shumë të madhe. Ndava me familjen dhe me vajzën time 3 vjeçare që për herë të parë doja t'i tregoja Gjirokastrën e bukur, Shqipërinë e bukur, që siç e thash, nuk ishte aq e bukur kur unë isha në moshën e saj, por fatmirësisht po bëj gjithmonë më e bukur. Dhe ndava jo pa qëllim këtë anekdotë, siç e thash, jo për propagandë, por një gjë që më bëri shumë përshtypje ishte që në përgjithë ato rrugicat e bukura të Gjirokastrës, në bizneset e vogla, bizneset artizanale, minimarketet vogla, apo bizneset tjera familjare, shifje bashkëmoshatar tuaj, pensionistë, të cilët punonin, ofronin shërbime, një super energji që ishte në fakt për tu admiruar. Të paktën mua që mzije fryma edhe kur ngjisja ato majloret, më vjen mirë ta pranoj. Dhe një çështje tjetër që ne po e trajtojmë në kontekstin e reformës është pikërisht dëshira që kanë pensionistët të cilët kanë dalë në moshë pensioni që të vazhdojnë të punojnë, të vazhdojnë deri në kontribute. Para 2 vitesh ne bëm një ndryshim shumë të rëndësishëm ligjor, ku ju dha mundësinë të gjithë të vetpunësuarve të vijojnë të kontribojnë në skemën e sigurimeve shoqërore, të vijojnë të marrin pensione, dhe ndërkohë këto kontribute që derdhin pas moshës pensionit ju reflektohen në masën e pensionit. Dhe një ndryshim gjashëm ligjor duan ta bëjmë për gjithë pensionistët, pra jo vetëm për të vetpunësuarit, të cilët
duan vazhdojnë kontribojnë në rritjen dhe në zhvillimin e ekonomive të tyre familjare. Dhe kemi ftuar një pensionist, i cili zotin Dëfrim, edhe ai duhet të ulur diku aty, i cili vijon punon pas moshës pensionit, do e ftoja që ta ndante me ne eksperiencën. Të gjithë. Unë jam Dëfrim Joqa, kam një biznes në qafën e pazarit, biznes familjar, me gatime tradicionale të Gjirokastërës. Kam disa vite që kam dalë në pension dhe sot e kësa dite punoj duke u shërbyer mistafirëve që vijnë nga të gjitha anët e botës dhe të vendit. Dhe ndihem shumë mirë kur unë shërbej dhe kënaqem kur ata kënaqen me gatimet e Gjirokastërës, sepse Gjirokastra ka shumë vlera, qoftë për gatimet, qoftë për historinë, qoftë për shumë gjëra të tjera. Dhe ikin të kënaqur dhe unë u jap fjalën se do të punoj derisa të kem fuqi dhe do të jap kontributin tim edhe brezave që vijnë, i këshilloj që të mësojnë zanatin, jo vetëm këtë zanat, por edhe të gjithë dhe t'i presën këta si në shtëpinë tonë. Kjo është një mesazh tim për të gjithë. Faleminderit. Faleminderit zoti Dëfrim, edhe ne me reforma që do ndërmarrim, duam që të motivojmë pikërisht të punuarit edhe pas moshës pensionit. Dhe meqense po flasim për skemën e pensioneve, e cila para reformës vitit 2014 ishte thjesht një skemë statike, në fakt skema e pensionit nuk mund të jetë statike. Dhe kjo është arsyeja sepse ne ndërmarrim thuajse çdo vit nisma dhe iniciativa për të rishikuar skemën, pasi ajo është një skemë që evoluon vazhdimisht në varësi edhe të faktorëve demografik, edhe incentivave të ndryshme që ne duhet t'i japim forcës punës. Një nismë e tillë, cilën e ndërmorëm gjithashtu para 2 vitesh, është pikërisht që të ndihmonim të gjitha ato nëna, të cilat për shkak të barlindjeve dhe të sjelljes në jetë të fëmijëve, nëse lejen e lindjes e bëjnë mbi një periudhë 1 vjeçare, ku shteti subvencionon për gjithë pjesën e kontributeve shoqërore, pra në mungesë të pranisë tyre në tregun e punës, ndërmorëm një iniciativë për gjithë ato nëna të cilat duan sjellin në jetë më shumë se 3 fëmijë, shteti i subvencionon ose më saktë paguan për ta kontributet e sigurimeve shoqërore deri në momentin që fëmia më i vogël mbush moshën 5 vjeç, pra e cila është një moshë kur fëmijët shkojnë në sistemin parashkollor, patjetër që nënat mund të kenë 3 ose më shumë fëmijë, po duan edhe 10 fëmijë. E rëndësishme është këtë ndihmë shteti ja jep pikërisht për të kompensuar atë periudhë për cilën ata nuk janë pjesë e forcës punës. Siç e shpjegova në fillim, pra janë 2 element kryesor të skemës, të ardhurat dhe shpenzimet. Në çdo moment, edhe nëse ka rënje të ardhurave, është shteti ai që mbush, le të themi, këtë deficitin, diferencën midis të ardhurave dhe shpenzime, duke siguruar që pensionet të merren sigurisht çdo muaj, dhe nëse një muaj nga ana e shpenzimeve, pra rritja e shpenzimeve është më e madhe se rritja e të ardhurave, patjetër është shteti ai që e mbush, le të themi, këtë gropën. Dhe një ndër, le të themi, zgjidhjet e reformës është që ne në terma afatgjat mund të sigurojmë gjithë të qëndrueshmërinë financiare. Pa humbur kohë, dua t'ja jap fjalën zonjës Leonora, e cila është një prej këtyre nënave që ka sjellë në jetë 4 fëmijë dhe që është përfituese e kësaj nisme për subvencionimin e pagesave të saj të sigurimeve shoqërore. Në mënyrë që ajo kur dalin pension të mos ketë humbur asnjë vit nga periudha që nuk ka qenë pjesë e tregut punës. Përshëndetje, mirë se erdhe kryeministër. Unë quhem Leonora Leshi, jam nëna e 4 fëmijëve, për arsye që unë nuk punoj se do të kujdesem për fëmijët e mi, edhe kam dhe një fëmijë me aftësi të kufizuar, edhe falenderoj të gjithë për këtë që më mbështesin, mua, dhe falenderoj Bashkinë Gjirokastër, ju faleminderit. Tani, koha e atyre që bënin 10.000 ka ikur, dhe 10 fëmijë ka ikur, se jemi në kohë tjetër, gjyshja ime bëri 9. Edhe do i kishte përfituar të gjitha sigurimet
po bëri 9 sepse gjyshi donte vajzë patjetër, ishte allosoj gjyshim, prandaj dhe unë jam pak allosoj. Dhe kështu që vajza doli e 9-ta, mamaja ime. Po në ndërkohë dua të them këtë, janë 15.000 pensionistë që janë të vetë punësuar. Po pra, dhe që vazhdojnë punën pra, si që është rasti zotërisë që ka një biznes familjar. Dhe ne na vjen shumë mirë që ja u zgjidhëm këtë hall, sepse më para nuk arrinin dot të merrnin njohjen e kontributeve që paguhenin, se quheshin që ishin në pension edhe s'kishin çfarë merrnin më. Janë 6.000 nëna si zonja që shteti i mbështet, dhe duke qenë se u përmend një fëmijë me aftësi të veçanta, duhet t'i them zonjës dhe t'i them gjitha nënave që kanë fëmijë me aftësi të veçanta që ne do të dyfishojmë mbështetjen për fëmijët. Sepse pikërisht për këtë arsye, për nënat, pra do t'i japim dyfishin e mbështetjes që marrin sot për fëmijën me aftësi të veçanta në mënyrë që të kenë më shumë mundësi të kujdesen për ta, se e kemi shumë mirë parasysh që kujdesi për ta është jashtëzakonisht i veçantë për nga përgjegjësia dhe për nga ngarkesa. Kështu që besojmë shumë që me këto lloj masash brenda suazës së mbështetjes për shtresat e pensionistëve, për nëna dhe kështu me radhë, jemi në drejtimin e duhur, siç thoshte edhe sondazhisti i Donald Trumpit, por siç nuk e kuptojnë dot ata që bënin komente. Ndërkohë që ajo që dua t'ju them është janë dhe një sër aspektesh të tjera që ne i konsiderojmë të rëndësishme, sepse pensioni është njëra gjë ose mbështetja direkte, por transporti publik falas për pensionistët është një tjetër gjë. Ajo që do të fillojmë në bashkitë Qëndraqarku për fëmijët që shkojnë në shkollë, që do të kenë drekën të dhënë nga bashkia në shkollë, në mënyrë që të mos ndërpritet puna e prindërve për të shkuar, për t'i marrë etj, dhe njëkohësisht t'i jepet një vazhdimsi jetës përbashkët të fëmijëve që nga mësimi të kalojmë pastaj tek bërja e detyrave në shkollë, tek aktivitetet e tjera që po i zgjerojmë për fëmijët, qoftë me sportin, qoftë me artet dhe zejet. Besoj që dhe këtu jemi në rrugën e duhur. Kemi një tjetër gjë që është një kërkesë e shumë pensionistëve për të rritur moshën për check-upin falas, dhe do ta bëjmë këtë gjë. Do t'ja urisim moshën për check-upin falas pensionistëve. Është një kërkesë që ka ardhur nga shumë pensionistë për ta pasur këtë gjë. Check-upi që ka qenë shumë i përbaltur, ka treguar që është shumë i vlefshëm sepse ka ndihmuar jashtëzakonisht në parandalimin e smundjeve që mund të përshkallëzoheshin në pika pakthim, duke i dhënë shumë njerëzve informacion që duhet të kujdesen për këtë apo për atë, që ngjarje që kishte filluar në organizmin e tyre. Dhe në këtë mënyrë besoj në tërësi ne nuk lajmë dot borxhin ndaj jush, është një borxh shumë i madh që vendi, që gjeneratat e reja ju kanë, por së paku gjithçka që kemi mundësi,
dhe çdo mundësi të re që krijohet, e kemi vënë dhe do ta vëmë në dispozicionin tuaj. Pa diskutim. Edhe duhet të them dhe një gjë të fundit, për sa i përket pensioneve. Gjë që ka të bëjë me pensionet në Greqi. Në Itali, ne kemi zgjidhur me njohjen e pensionit, edhe ka mbaruar dhe procedura e pafundme burokratike e shtetit italian, dhe më në fund, nga muaji qershor, fillon zbatimi. Ndërkohë me Greqin, ju e dini shumë mirë që ka ardhur koha tani që një pjesë e madhe e atyre që vajtën në fillim janë në prag pensioni ose kanë dalë në pension, edhe vuajnë faktin që s'kan njohjen e viteve, siç është rasti i zotërisë që foli atje. Është negociata më e vështirë, sepse është dhe numër i madh. Ne kemi bërë shumë njohje pensionesh me vende të tjera, por ka qenë relativisht jo shumë e vështirë, sepse numrat nuk janë aq të mëdhenj. Ndërkohë që njohja pensione me Italinë dhe me Greqinë janë dy më të mëdha, sepse është volum i madh për ata, pra për shtetin italian dhe për shtetin grek, është një volum i madh që të njohë pensionin e kontribuesve atje. Dhe Greqia nuk është Italia në kuptimin edhe të mundësive etj. Dhe ne kemi filluar negociatat, por ama ka gjë. Ne kemi sot në dorë që t'i bijem shkurt. Ne nuk e dim sa mund të zgjasë negociata me Greqi. Por ne dimi gjë, që në momentin që ne hymë Bashkimin Evropian, dhe që shqiptarët marrin pasaportën, thoshin ata që rrugët dje, ka dalë Edi Rama tani me një pasaport, se s'ka qa thot më. Edhe thot pasaportën, se s'ka qa tregon Edi Rama. Kupton? Nuk ka qa tregon. Ndërkohë që në fakt, unë kam qa tregoj në çdo cep të Shqipërisë, dhe ndërkohë që pasaporta është sinteza, është përmbledhja e gjitha gjërave që kemi bërë, sepse nuk ta jep BE-ja të pasaportën nëse ti nuk i ke bërë të tëra tjera. Dhe me atë pasaportën ndryshon me njëherë statusi i shqiptarit. Statusi i qytetarisë tonë në këtë, jo në këtë vend këtu, por në këtë kontinent. Dhe në momentin që të gjitha ata që janë në Greqi marrin pasaportën, të gjitha problemet e tyre me shtetin grek mbarojnë. Flas për probleme letrash. Jo leja e qëndrimit, jo leja e punës, jo ma dha lejen, jo s'ma dha lejen, jo do shkoj te prefektura, jo da fendikoj, jo ky, jo ai, mbarojnë të tëra. Madje nuk duhet më as pasaport greke, nëse nuk do të bësh deputet ose ministër në Greqi. Mjafton pasaporta shqiptare e BE-s. Dhe në çdo vend të Bashkimit Evropian, ti me atë pasaport je njësoj si ai që është në atë vend. Asnjë ndryshim. I vetmi ndryshim i vetmi është ky. Ai mund të bëhet deputet, ti s'mund të bëhesh deputet. Po ama ti mund të bëhesh edhe antar i Këshillit Bashkiak, ti mund të bëhesh dhe kryetar bashkie, ti mund të bëhesh dhe deputet në Parlamentin Evropian, i Greqisë, i Italisë, i Francës, i Gjermanisë, po more do të votat. Dhe shqiptarët, aq shumë sa janë, mund të fillojnë të zgjidhen në këto nivele. Dhe shikoni që kështu do ndodhi kur të marrin pasaportën. Do zgjidhen atje, do jenë në vendimarrës. Prandaj kjo pasaportë është kaq e rëndësishme. Për pensionet është menjëherë automatike. Ajo me ato pasaport ti direkt je pjesë e sistemit të sigurimeve shoqërore europiane. Pra, çfarë merr atje, çfarë jep atje, të njihet këtu, çfarë jep këtu, të njihet atje,
po ashtu edhe në sistemin e sigurive shëndetësore, çdo gjë. Sot, ju çoni nipa dhe mbesa me studime në Europë, paguaj nga njerë 10 herë më shumë tarif se sa një student europian. Momentin që ata kanë pasaportën, ata janë njësoj, nuk paguen absolutisht asgjë më shumë se sa studentët europian që janë në vëndet tyre, më shumë se italianë në Itali, më shumë se grekët në Greqi e tjere, nuk paguen më. Kjo është pasaporta, dhe pasaportën nuk ta japin në BE se ke mbush moshën, se ne moshën e kemi mbush për para shumë vëndeve të BE se jemi nga më të vjetrit në këtë kontinent. Apo jo? Moshën e kemi mbush ne. Na ka kaluar mosha bile për të bërë antarë, por nuk ta japin me mosha ta, se mbushen moshën ti. Ta japin se ti u poqe nga koka, edhe je një shtet që i përgjigjesh kritereve dhe standardeve që ka jo familje, se prandaj të fusin brenda në shtëpi. Nuk mund të futesh ti atje në atë shtëpi e thuash unë jam mësuar të ha me duar. Do hash me lugë dhe me pirun. Edhe me thik, e do mbash thikën në dorën e djath, e majt, pirunin dorën e djath e do ecësh përpara, e të tjera e tjera. Kështu që kjo është ajo çka ne kemi për të bërë, që të bëjmë të mundur pasaportën. Dhe e fundit fare që kam për ju është kjo, se kam fare për ju, se ju jeni më të qartë se sa gjithë brezi i ri i Shqipërisë nga ana politike nuk ju lehtë, do ishte mirë sikur për shembull të bëni një eksperiment në këto studio televizive edhe të merrnin një pensionist ta vinin për analiza politike me analistët, ju do shikonit që ata analistët do ishin komplet të padenj për të qëndruar më aty nga ana pensionit, edhe nuk ka nevojë të zgjedhësh pensionistin. Shko kape njërin, çoj atje, edhe pyete për Amerikën, pyete për Europën, pyete për çfarë duash, po nuk ishte më i informuar dhe po nuk ishte më i qartë dhe më i saktë se çdo njëri nga ata që i thon vetes analist, atëherë unë nuk merrem më me të punë. Nuk e kam te ju. Po kur ju thon, o ç'është ky halli i madh ka dalë Edi Rama edhe kërkon mandatin e 4, se nuk i mjaftuan 3 mandatet na fuste BE, tani thot 4 ti. Duhet t'i thoni, po mirë më dakord, Edi Rama, okej, e kërkon të 4-tin, se nga që zbëri gjë 3 mandate, tani mendon që meriton të 4-tin. Po Malizi, pse nuk është BE? Që i ka filluar negociatet për para se sa ju të më jepnit mua votën për të bërë kryeministër, 2012-ën, pse nuk janë BE ata? Pse nuk i kanë futur ata në BE? Apo i kam penguar unë edhe Malnezi. Po Serbia pse nuk është BE që i ka filluar negociatat në 2014-ën? Po Maqedonia që ndroi dhe emër. Imagjinoni ju Shqipërinë të ndroi emër për të futur atje dhe mos futet dot? Jo, nuk është futur, po nuk ka hapur akoma negociatat. E ka marrë statusin e kandidatit në 2005-ën. Pse nuk është BE? Ndërkohë që si ka mundësi që ne negociatat i kemi hapur vjet, dhe sot jemi te pragu, e thonë ata, nuk e them unë. Jemi te pragu i BE-s me Malnezi bashkë. Si shpjegohet kjo? Dhe neve na kanë dhënë planin në tavolinë. 2027-ën bëni këto, bëjmë negociatat, bëjmë marrëveshjen, 2027-ën mbyllim marrëveshjen, ju jeni në Bashkimin Evropian. Pse na janë dhënë? Për çfarë? Për atletët e mia? Apo se janë të smurë, si që është i smurë populli shqiptarë si pas këtyre honxho-bonxhove. Pse? Për një arsye shumë thjeshtë, sepse ne kemi bërë në një dekadë ato që të tjerë nuk e kanë bërë në shumë dekada. Dhe kemi bërë dhe një gjë ne që jemi këtu, falë mbështetjes tuaj,
dhe bashkë me ju të 800.000 njerëzve që më dëgjuan kur thash se këta thonë ç'është ky hall me këtë njeri, njerë thot tepsia, njerë thot kazani, njerë thot ku di unë. Po tamam, ashtu janë, të vërtet. Më dëgjuat kur ju thash që ma jepni votën që mos mbajtë të tjerë në prerë që të shkojmë Bashkimin Evropian. Se me të tjerë në prerë nuk e bëjmë dot shkëputin e drejtësisë nga politika. Ju kam thënë të gjë, edhe ju thosha mos gjoni Kazani, këta duan tepsin. Këta janë këtu për tepsin, nuk janë këtu për Shqipërinë. Dhe që ishin për tepsin, as nuk diskutohet fare, se për çfarë. Këta thonë që është kjo tepsi në fushat, se ne duam program. Po që program do? Qa programi do ti nga bufi i Kënetës, kur ti shef bufin, qa programi do ti nga bufi? Mjafton shife bufin dhe e ke parë programin. A po, do të gënjesh vetën ti, që ai nuk është buf. Vazhdo. Kemi bërë atë që nuk e ka bërë njeri në historinë e këtij shteti. Që nga 1912 kemi marrë vendimin të heqim dorë nga një pushtet i jashtëzakonshëm, që është pushteti i politikës mbi drejtësi. I jashtëzakonshëm për politikën, por i dëmshëm për shoqërinë edhe për vendin, edhe për popullin. Kemi hequr dorë. Kemi marrë shpatën që e kisha unë atje në zyrë nga 1912 kalonte dorë më dorë, mbretëri, diktatur, demokratur, qatë doni ju, ajo shpata ishte në zyrën e të parit. Vendoste i pari se kush dënoj e kush s'dënoj, apo jo. Dhe prandaj ne për turpin e madh të kësaj politike, të burgosurin e fundit politik e kemi në kohën e demokracisë. Fatos Nano, ne kemi burgosur politik në kohën e demokracisë, sepse e kishte bufi shpatën në zyrë. Edhe me atë shpatë, bam, i ra kryetarit të opozitës edhe fundin burg. Ne morë vendimin shpatën të dorëzojmë. Altin Dumanin e njini ju, të tërë e njini, apo jo. Të tërë e njini. Nuk ka shqiptar që nuk e njeh sot Altin Dumanin dhe respekton shumica dërmuese me të drejtë. Po Altin Dumani ju mendoni që lindi në 2020? Jo. Mendoni që doli nga shkolla në 2020? Jo. Ka qenë prokuror vite e vite të tëra Altin Dumani. Njeri me integritet. Nuk i thua dot që nuk është me integritet. Njeri me kurajo, nuk i thua dot që s'ke kurajo. Njeri që beson atë që bën. Pse nuk thiri ndonjëherë Altin Dumani, jo të thriste figura të njohura. Po pse nuk e thiri Altin Dumani njëherë një deputet? To është hajde këtu ti. Më thuaj pak si është kjo punë? Ose në i drejtor të madh. Pse nuk e thiri? Aty ishte Altin Dumani në prokurori. Sepse nuk e kishte pushtetin ta bënte këtë gjë. Sepse shpata ishte në duar të politikës. Ishte i çarmatosur, ai dhe të tërë tjerët. Dhe ishin vegla. Jo ai, por shumica dërmuese e tyre ishin vegla. Bënin çfarë i thoshte politika për interesat e politikës, pastaj kur politika s'kishte ato interesat e veta, këta bënin llumin dhe zullumin që i bëri me 17 shtëpi e me 40 prona që ja u kishte dhënë Vjerra. Vjerrat më bujare të botës dolën vjerrat e këtyre. Më dha Vjerra këtë e më dha Vjerra atë. Të tëra para të marra nga korrupsioni.
E bëm ne. Tani dalin këta. Edhe thonë, si ka mundësi që këta kërkojnë votën, kërkojnë mandatin, kur kanë gjysmën e qeverisë në burg. E para punës njerë që ne nuk kemi asnjë nga qeveria në burg njerë si fillim. Kemi nënhetim, kemi në gjykim, apo kemi të dënuar njerëz që kanë qenë në qeveri, në mandatën e parë, apo në kërkim dikë që ishte zëvendësi im, që nuk ishte në qeveri kur mori arratin. E para një. E dyta, ne kemi 3 mandate, mbi 60 ministra. Sa janë ta? 4, 5, 6, more edhe 10 po t'ishin. Kush e solli këtë situatë? Si u erdhi kjo punë që edhe brenda nesh drejtësia bën atë që do? Kush e solli? E sollën këta. E sollën këta që tani thonë po mirë, se këta mendojnë, shiko çfarë mendje, këta mendojnë që me duart e Altin Dumanit, me duart e drejtësisë, do marrin pushtetin këta. Duke na vënë ne gjoja në pozitë vështirë, po mua s'më vën dot në pozitë vështirë me këto, sepse unë për këtë kam luftuar që edhe në shpinë, çka nuk ka takim tjetër para këtyre, marrëm me këta një herë, tjerët pres. Edhe në nuk e di ai se nga vjen forca ime. Edhe në rastin kur goditet brenda nesh, patjetër që nga pikpamja njerëzore unë ndjem keq, por nga pikpamja e detyrimit ndaj jush, po unë do isha tradhtari më i madh i juaj. Në radhë parë, nëse do ju thosha, shikoni, unë dua mbështetje, mi hiqni këta nga preri, dua që ta kemi vetë timonin, se ishte edhe timoni përveç tepsisë, tani u kujtova. Mi jepni timonin, më hiqni nga preri këta që i flasin shoferit, që të shkojmë përpara, se ata nuk flisin shoferit, ata të kapnin timonin për pazaret e tyre, dhe që të bëjmë drejtësi, që të godas majtas dhe djatha, se kam thënë atere, do isha tradhtari më i madh juaj nëse sot do ndodhte e kundërta. Nëse sot do të ishin ata që janë kundërshtarët tanë përpara drejtësisë, ndërsa nga ne, të tërë ne, do dukeshim gjithë si ëngjëj. Çfarë do ishim bërë ne? Do kishim bërë Shqipërinë gati për Bashkimin Evropian? Jo. As nuk do na besonte njeri, se do donte të thoshte që përsëri drejtësia ishte e komanduar. Kështu që nga pikpamja njerëzore jam i keqardhur, nga pikpamja politike dhe nga pikpamja e detyrimit ndaj jush dhe ndaj gjithë atyre që më kanë dhënë votën, unë jam ballart, shumë ballart biles, sepse nuk është detyra ime, nuk është detyra jonë si pushtet ekzekutiv të bëjmë detyrat e drejtësisë. Nuk të çon qeveria në burg, nuk bën qeveria hetime edhe përgjime. Këto janë punë të drejtësisë. Shtëpia jonë është krijuar për të çuar njerëz në parlament, për të qeverisur kur kemi mandatin e popullit, dhe në shtëpinë tonë kush bën gjëra të palishme, duhet të ndëshkohet. Dhe kush do të ndëshkojë? Partia? Jo. Partia ka pjesën e vet, distancohet etj, por është drejtësia. Kështu që në këtë aspekt ata përpiqen të çorodisin Miletin e të thonë që shikoni tani se këta janë gjithë në burg. Jo, fare, hiç, zero. Ne jemi më shumë se të qishim do jemi, sepse historia e kësaj partie, ja kam thënë unë atyre, por nuk e kuptojnë ata, është një bie mira ngrien, apo jo? Ju falenderoj shumë edhe jam shumë mirënjohës. Jam shumë mirënjohës për mbështetjen tuaj, sepse vota juaj është vota më e informuar. Është vota më e informuar.
Edhe ndër të gjithë pensionistët, kur vjen puna të gjirokastritët, ka edhe një element tjetër plus, ajo vota që është dhe me laps. Se në fund të ditës, zëmra po është edhe lapsi. Edhe aty juve e keni, kur ja u thot zëmra, ja u provon dhe lapsi, vota juve pastaj është bekim. Shumë faleminderit.